Doj, që shia e mirë, ata shtë kujtu me thira, në 10 me në 6 të kujtu me thira, po zeme me promë se s'ma qire telefonin? Promë se s'ma qire telefonin! Mare, ai e vetët e ai kupton situatat e a. Di që unë e kom marrë rrugë për Shqipni me në stretin im kon të shkuës, ku me ta qelë, herë më bëjke vola. Pse Shqipni? Pse ti Shqipni me të vërshku? Pa, di që miku du të mjë gjinë në dite fështira, në dite zeza. A di që miku im Berat Bëzhala atje ishte në tensione, për pak me romë, bele. U do të me shku me adhon krajin, unë nisa për në Morin, kur shkova në Morin, u merë lojme që u pajtu në familjet Bëzhala dhe Regjaj. Edhe tensionet jenë hjedhen dërmjetësust, u hi edhe Fevziu atë dhe e ka ullë tensionet. S'ke pas nevoj, ka në konë tjertë me burimit tjerë në konë me, pse te kishe me shku, pse ti pia tjertë me shku. Ti nuk i kupton gjysën e sene, unë pikrisht për bërim pacallën një mnis. Me nol ato. A di që ai mas kamerav që shtyë me fluter, qyrë që nuk u hin loj bërim pacallë. Se ish bo atë gjoko deri ngu. Ku me dit ku ish nol. Edhe se gjithja këna po shire na qësoj Shqipnis non. Ata na kanë shti neve Kosovarve mu bo kërsh me zvete. Se Fevziut nuk i interesën hiq sa gjenaze po bohen, ati interesojnë veç sa lajka po bohen. A ke po qyshkën në përbëtë, në përkine atje, na ka dhënë një kam gjik sa vjeqarë është. Thua ti na interesën neve. Veç mi morë 200 lajka. A e thej kam gjik, a hamam gjik. Ani doj, tash, a i ki noqen që u bo një dhe atë marrëveshja? Shumë jemi knoqen, shumë tepër jemi knoqen që e nolë këtë tensione se unë ju të të shadhe në stretit, e ka pos stupse në bejsbolet në gepek, edhe ju të të shadhe burimit, se ku me dit ku ishi nolë këtë gjakderdhe. Që ju nolë. Ori me ty, ori me familjes Bëzhala, ori me Drenit, ori me Drenas, ori me gjithve, për këtë lajmë të mirë, për marrëveshje që këne arrit paqen mes jush, ori me që si shku daj atje, se të kishim po në burg masej ta ishim për ngos. Ishe shku aty masej me votu në Dobrav, për diti? Këtë ka fitu vesh shqiptaria, se këtë tensione i konvenojnë veç Serbis, Rusis edhe Fevzis. Orime dhe jarë, vje mirë, rënëf shqiptaria rënëf doja që këni gjithë këto probleme ndër... Ja pa ju të qa se aj nuk shë mirë dhe si pa syzat, ju të qa për rogë bëksa tjetër atë. Që shë të që dhe heku? Tuta jem, brenga jem, ka qenë që më sperroka tjetër në boks, e pishka boks i huq. E me thonë tani me dollë mediat e shituna, me dollë hibritët këso me thonë ja huqi Berati, miku i dojes. Me në disë kishin prit me boksi skandali. Po, qashtë, pa syza, qore e gjujti piken. Më të kësi pingvin që lajke, po mirë ishte, më të kësi... A ma shumë i shpejt. Daj, zdi shka për tonë tjetër përveç se orime Drenas, orime Drenit, orime... Ko është Bëzhala miku jëtë, ko e të është? Qabiq. Qabiq, ha? Qabiq. Orime Qabiq, për këtë punë të mirë, për këtë dalje gjakderdhe katastrofale, globale. Ku me dit ku ish nol? Ku me dit ku ish nol? Nisët, a ke po dhe lufta në Bosnjë u nisët në kish, po ku me dit ku nol? Këtë me Shqipnia ka fitue. Kjo gjakderdhe kish konvenue veç Serbis, Rusis edhe Fevzis. Se ati nuk i interesoj këfomat.
A ti interesojnë lojkat, so lojka për merë? Po e shef ti gabimin, të kush ka pas gabim që do? Shtisi Fevziu i ka si. Po miku im e kuptoj strategjin. E ati të Shqipnis, Kosovari, Gaçabiqi. E kuptoj edhe tha, kjo është ta për me na shti neve me na më bot copa. Mu pa më duke që kjo e tha, a e në trus se mu duke fort i Shqipish të këtë thaj. Aja kanë zit para aja kanë zit, se para emisionit i ka fol, i ka thonë, Berat Bëzhollat ka shoh djenin, Fevziu për lojka ka bo këto. Për me denigru, se në momente që e denigran mikun teme, direkt e ka denigru dojen. Saj nuk ka mundësi mu më mësulmu bol për bol, për qështë, me spunkta, me indirekt. Ka menu më mësulmu Fevzia mu përmes mikut tim Beratit. A një doj, zishë më thonë, faleminderes. Po, shqyqyr edhe na që e murëm lajmin, se në Morin kështë shkue. Shqyqyr që e murëm lajmin, po aty më nale në kofese si po ta 5 herë me paguhe. Unë tuta më thënë drejtë, kose që më provë telefonin në tuta. Ja, po kem tension shumë të lartë me atat kofinit se nuk i po ta 5 herë me paguhe autostradën. E kisha vesh 10 o të që me avdhon 10 se ata si këthejnë. E qova në stretin të një frizer, ka të 1 kilometër e gjysë ka e s'kom mi do 2 ka 5. Doj, do shtë më thonë kështu. Faleminderit edhe herë që më thire, si isha i brëngosër, se promë së më thire, e dyqysh, e kishtë një lejtë falle. Gjendje luftës, s'kesh valë. Faleminderit, doj, shqyqyre herë, urime juve, urime për këtë pache, arritje paches, për më duke si laj familje Traktat pache. Që kanë rritë pache dhe me zveti. Traktat pache është edhe është, dhe me thonë, për këtë armë pëshim, jem shumë i lumëtën, se ku me ditë ku ishtë nalë. Shqyqyr që nuk hinin loj burimi se unë dzejke. Ajo konë shumë i dzejtë. Qysh, armë pëshimi është i përkashëm, nuk është marrveshje pache, armë pëshimi. Që ka folë në dojë. Ti aram një gjysën e senëm nuk i din. Se mas, si të në letarë më pëshimi mas 2-3 minuta, me një herë kopën për qafe. Shqiptari armë pëshimin e ka 15 sekonda ti tiftofet gjoko. Ma shpejt tiftofet rusit pasuli se shqiptarit gjoko. Oke, doj. Faleminderes për kohën, shqyqyr që je mirë, shqyqyr që edhe ju jeni mirë krejt, shqyqyr që edhe atje Qabiqi ju bu ma mirë. Shumë e në ratu e më lidhë krejt, shumë të intencionur për shtashën të festuhe. Faleminderes shumë për telefonatën, më gëzove, se ma kishti pak frike që s'ma ki qelë prom, e priqat që më thirë. Faleminderes që më thire. Sonte, shikues të nderuar, kemi fest në Qabiq për orës 7, jeni të ftuar të gjithë. Nën e Dona Lalloshi, edhe analist. O analist. Se kështë të vënë me publikën.